Ministri i Drejtësisë, Besfort Lamallari, ka mbajtur një qëndrim të fortë sot në kuvend pas ngjarjes së rëndë që tronditi opinionin publik, ku gjyqtari Astrid Kalaja u vra me armë zjarri brenda ambienteve të gjykatës së apelit në Tiranë. Në fjalën e tij, Lamallari e cilësoi këtë ngjarje si një akt që duhet të shërbejë për reflektim kombëtar, por njëkohësisht akuzoi opozitën për përhapjen e gjuhës së urrëties ndaj institucioneve të drejtësisë. Ai tha se kjo klim nxitse ka krijuar një terren të rrezikshëm ku dhuna ndaj gjyqtarëve dhe prokurorëve është bërë një fenomen të pranueshëm në diskursin publik. Është e papranueshme që një tragjedi e tillë të përdoret politikisht, tha Lamallari. Të bësh politik me vrasjen e një njeriu dhe me një rast kaq të dhimbshëm është kulmi i papërgjegjësisë. Ende nuk janë bërë 7 orë nga ngjarja dhe ju e kthyet në betejë politike. Ju keni përgjegjësi për klimën e urrëties që keni krijuar, për gjuhën denigruese që keni përdorur ndaj institucioneve të drejtësisë. Çdo javë, çdo dalje juaj është një sulm, një fyerje, një nxitje ndaj gjyqtarëve e prokurorëve që po zbatojnë ligjin, u shprehu ministri. Lamallari përmendi emra konkret, duke thënë se sulmet ndaj drejtuesve të institucioneve të reja të drejtësisë, si Altin Dumani apo Altin Troplini, janë shembuj të qartë të një qëndrimi politik që synon të minojë besimin e qytetarëve tek reforma në drejtësi. Ai theksoi se opozita ka nxitur militantët për të përhapur mosbesim dhe armiqësi ndaj çdo prokurori apo gjyqtari që ka guximin të hetojë figura të njohura të politikës. Ju keni ushqyer një klim ku drejtësia shihet si armik, ku çdo gjyqtar që merr një vendim të pavarur shpallet i kapur. Kjo është tragjedi politike dhe morale, tha Lamallari me tone të ashpra. Në vijim të fjalës së tij, ministri kërkoi nga opozita të reflektojë dhe të ndalë sulmet ndaj institucioneve të pavarura. Ai tha se vendi ka nevojë për solidaritet, jo për ndarje, sidomos në momente kur një ngjarje e tillë trondit themelet e sistemit të drejtësisë. Duhet të tregoni turp e dinjitet kombëtar, nuk mund të kërkoni drejtësi duke sharë drejtësinë, nuk mund të pretendoni moral kur çdo fjalim tuaj është helm politik. Kjo është arsyeja pse shqiptarët ju kanë ndëshkuar dhe ju kanë lënë aty ku jeni sot, jashtë çdo besimi publik, shtoi ai. Në fund, Besfort Lamallari kujtoi se reforma në drejtësi është mbështetur fort nga partnerët strategjik ndërkombëtar dhe se sulmet ndaj tyre janë një tjetër formë e dëmshme e populizmit politik. Ju nuk keni kursyer as ambasadorin e SBA-s, as atë të Bashkimit Evropian. Keni anat e muroara çdo partner që ka ndihmuar Shqipërinë të gëjë drejtësi të vërtet, dhe tani doni të flisni për moral, ju nuk keni as të drejtën morale e as politike për ta bërë këtë. Prandaj, po ju them sot nga kjo foltore, ndaloni gjuhën e urrëties, sepse drejtësia nuk është armiku juaj, por shpëtimi i këtij vendi, përfundoi ministri i drejtësisë në një seancë që u shoqërua me tensione dhe ndërhyrje nga opozita.